Zotin Uiu, si e shikoni tani që faktin që Shqipëria dhe Kosova ishin aty, edhe duket sikur me këtë situatën që BE-ja nuk e di ku ka kokën, është BE-ja ajo që e merr në dorë Ballkanin nga njëra anë, nga ana tjetër vendet e Ballkanit thonë që ne jemi gati që të hyjmë në BE dhe pa të drejtë vetoja. Po kjo do ishte, si gjykoni, çfarë të ardhme do kishte? Do kishte rezultat një prani pa të drejtë vetoja, sa ashtu i bie sikur jemi tani, se edhe tani ata na thonë që ju jeni në Europë. Atë e dim ne. Do na thonë që jeni edhe në Bashkimin Evropian, por pa të drejtë vetoja, pra vetëm spektator. Ashtu, antarësimin e Bashkimit Evropian, pa të drejtë vote, nuk është ajo që është thelbi i Bashkimit Evropian. Dhe për mua kjo do të shkaktoj një Evropë me dy nivele të barazisë. Një barazi që është me plot kuptimin e fjalës, në aspektin e iniciativave, të vendimmarrjes politike të Bashkimit Evropian, dhe tjetra një nivel tjetër që do të jemi të dorës së dytë. Dhe kjo është jashta përcaktimeve të traktateve të Bashkimit Evropian. Mund të ketë përfitime të karakterit ekonomik, mund të ketë edhe përfitime të një stabiliteti politik, mirë po nuk e kënaq atë që është thelbi i Bashkimit Evropian. Do ta mbyllim me Kosovën, pasi nesër zhvillohet stanca e radhës për gjyqit për Hashim Thacin, tashmë jo të tjerët, por vetëm për të dhe zyrtar të tjerë në Kosovë të radhë për pengim të drejtësisë. Pra përfshirë pra dhe dosjen e parë. Fillimisht javën e parë ne kishim edhe kërkesën pretensen e prokurorisë që kërkoi nga 45 vite burg, por ndërkohë opozita e Thacit pritet që të rëndohet tashmë. Ka nga ata që thonë Thaçi mundet që t'ja hedh nga akuzat e para, por rrezikon tek e dyta, pra pengimi i drejtësisë. Ju si e keni parë gjithë procesin në tërësi, atë që mund të ndodhë, por edhe akuzat që pritet të shpalosen nesër, pra dhe pretensa për akuzat e reja. Unë si pedagog i drejtësisë, jurist me vokacion, jam shumë i shqetësuar për gjithë zhvillimin që është bërë në gjykatën në Hag, sa i përket çështjes së gjykimit të krerëve të UÇK-s. Tani të akuzohet edhe për një vepër tjetër pengim të drejtësisë, një personazh kryesor, i cili ka marrë veprime që pikërisht të themelohet kjo gjykatë, ju e dini fort mirë dhe opinioni i gjerë din gjitha përcaktime që ndrim. Me një premtim të pashkruar që unë nuk do jem aty. Nuk mund ta themi një gjë të tillë. Megjithatë, infrastruktura institucionale u krijua. Dhe ai në mënyrë vullnetare shkoi dhe u ballafaqua së bashku me kolegët e tij, me shokët e tij, për të mbrojtur atë që në të vërtetë ka ekzistuar. Dhe në gjykatën e Hagës dhe në procesin e gjykimit të krerëve të UÇK-s, unë shoh thyrje të shpatave të përcaktimeve gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Edhe tani ku e shikoni këtë? Po e shikoj tek qëndrimi i përfaqësuesve të NATO-s, ish përfaqësuesve të NATO-s, në dëshmitë e tyre, të cilat kanë qenë në një vej simetrie me një realitet që ka ndodhur në Kosovë. Edhe ata janë personazhet kryesore që kanë marrë pjesë në atë teatr, të themi në formë artistike. Por prokuroria tha që Thaçi i ka mashtruar, se ata nuk arritën ta zbërtheni dot realitetin. Një 30 vjeçar përballë vestiklarëve të tjerëve. E pikrisht te ky qëndrim emocional, jashta kornizave të një drejtësie themeltare. Më le përshtypje se këtu ka prapaskena politike, të aspekteve më të gjëra gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Do të ishte dhimbshme që krerët e UÇK-s të paguajnë një faturë të tillë, sepse e lënë në një sfond të errët edhe gjitha të veprimtaritë të lavdishme të luftës. Me la të kuptohet që mund të jetë një dënim politik. Po nëse do jetë dënim politik, që nuk do të bazohet në argumente, në fakte dhe në prova, sepse ne kemi përcjell çdo procedurë, sidomos procedurën e marrjes së provave, dëgjimin e dëshmitarëve, dhe kemi pa dëshmitarë të cilët kanë qenë kontradiktor, me paragjykime a prioristike, paragjykimet emocionale, me rezerva mbi baza etnike etj. Këto nuk i bëjnë nder drejtësisë ndërkombëtare.
A besoni edhe ju që nëse do ketë një dënim të katërshës së madhe mund të ketë destabilitet në Ballkan? Se ka artikuluar Ali Ahmeti për të qenë korrekt. Tani Ali Ahmeti sigurisht është njëri më informuar se i përket personazheve në Maqedoninë e Veriut, Kosovë dhe më gjerë, dhe ai ka prekur pulsin e qytetarëve, e strukturave të ndryshme të njerëzve, të cilat janë të indinjuar dhe të prekur thellë nga një qasje jo korrekte dhe jo të drejtë ndaj krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ju jeni njohës si mirë jo vetëm i zhvillimeve aty, por i gjithë botës shqiptare. Tashmë në gjykimin tuaj, çfarë presidenti i duhet Kosovës aktualisht? Kosovës i duhet një president i cili çdo hap do ta koordinojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe me NATO. Për perspektivën e Kosovës, sigurisht, për perspektivën e Kosovës dhe të rajonit. Pra nuk jeni që të jetë një personazh i tërhequr nga skena politike thjesht për të vullosur aty si noter. Po derisa rreth Kosovës po zhvillohen skenare nga më të ndryshme politike, unë mendoj që duhet të jetë një personazh që do të ketë atribute politike dhe do të jetë komplementar me gjithë hartën e madhe që po ndodhen në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Do ta mbyllim me vizitën e Begajt. Edhe vizita juve ju duket honorifike apo mesazhet e tij me të vërtetë mund të kenë peshë që mund dëgjohen? Unë mendoj që presidenti shqiptar po zbaton kushtetutën e Shqipërisë. Ato kanë obligime që të kujdesen edhe për shqiptarët jashta trojeve etnike, flas jashta Shqipërisë politike, pra për shqiptarët nga trojet, dhe shoh me shumë pozitivitet mesazhet e tij vëllëdhërore, po edhe institucionale, do të kenë efektin e tyre në rrjetat politike në Maqedoninë e Veriut. Zotin Uju, të falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam dhe çështjet që trajtuam. Ishte kënaqësi për mua. Faleminderit shumë për kontributin tuaj. Faleminderit.